studentët, marrin studentët 5 vjet, vazhdojnë studimet, edhe në drek marrin një ushqim të shpejt. Se edhe probleme ekonomike, studentët nuk janë gjithë që janë të fëmijëve të pasur e ku dion, edhe shkojnë aty te lagji aty, marrin atë sanduiçin me patate e ku dion. Tani nëse ai që skuq ato patatet aty, nuk e ndron vajin që skuqen patatet, po e lë aty 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, edhe me atë vaj skuq patatet që han këta studentët 5 vjet rresht. Mirë, ka marrë duhet substancë ndërruar vaj, profesor. Do ta them. Ata kanë marrë substanca kancerogjene, sepse vaji, sidomos vajrat vegetale, vaj misrit, vaj lulediellit, vaj palmës, nëse riskuqen disa herë, krijojnë substanca kancerogjene që ngelen aty te patatja, te ajo qoftja, ku diun edhe i ke marrë ti. Për 5 vjet, nëse shkon në sanduiç ose drek për drek aty, supozohet që mbasi të kesh mbaruar shkollën, mbasi ke bërë dhe një 3-4 vjet punë, edhe fillon ti, ore se ç'kam një dhimbje koke këtu mbrapa qafës, ose se ç'kam një dhimbje mesi këtu. Nuk e kthen dot mbrapshat, e ke marrë atë. Se këto janë sëmundje që nuk mund të rikuperohen komplet. Mjekësia sotme nuk ka arritur që të shërojë asnjë sëmundje. Me ilaçet që marrin njerëzit, vetëm e frenojnë sëmundjen, e stabilizojnë. Nuk shërohen. Tani, ajo duhet ndruar çdo ditë. Çdo ditë. Po. Nëse je një biznes që merresh me skuqjen e këtyre që thash unë, mbarove punë sot, duhet ta heqësh vajin edhe duhet vësh vaj të ri. E bëjnë kështu? Tani, kjo është çështje morale.